Po jo, nuk ka fare, sepse faktikisht për një firmë ndërtimi sipas logjikës ekonomike duhet të kishte garanci keshi. Të kishte mjete monetare e cila të garantojë që dhe pa bler askush ti që po merr përsipër këtë projekt ta ndërtosh. Po se prandaj që përmarrje me rrezik. Po patjetër pra ti përderisa merr këtë iniciativë, ti duhet të kesh kapitalin për ta ndërtuar këtë. Ashtu si një shoqëri tregtare e cila do të prodhojë një produkt që merr përsipër që të blej makineritë, të ketë fuqinë punëtore, të blej lëndën e parë për ta filluar prodhimin e këtij produkti, atëherë dhe kjo shoqëri në ndërtim duhet të ketë patjetër një garanci e cila të lejojë që të ndërtohet objekti. E kuptoj. Sepse ti nuk e ke të sigurt shitjen. Tani Nikola, normalisht që duhet kesh do të kuptohet diçka tjetër. Sa mundet Nikola partnerët tanë të huaj që të kenë një vëmendje ndaj kësaj çështje dhe cila është pika që ne kthehemi në problem te këta se shumica e timeve që kanë ardhur këtu dhe që përfunduan me ato veprimet e SPAK-ut para disa javëve ishte sepse belgët dhe gjermanët po gjurmonin paratë e veta, jo se s'ponalinin neve të shkatronim natyrën edhe vijën e horizontit. Ne jemi kthyer në problem për ata. Nuk mundet një vend antar i NATO. Jo, pikërisht këtu, a i kanë ata mekanizmat politik dhe juridik për të ndërhyrë në këtë drejtim? Po patjetër që i kanë dhe për të ushtruar presionin e duhur ndaj qeverisë shqiptare. Prej kohësh janë duke e bërë këtë me retorik, do duhet që të përshkallëzojnë pak edhe veprimet. Bëjnë me retorik jo vetëm europianët, po dhe amerikanët e ngarkuara me punë që kur u betua kjo qeveri pas farsës zgjedhore të vitit kaluar, e ngarkuara me punë çdo takim me funksionarët qeveritar përmendte luftën kundër krimit të organizuar, narkotrafikut, korrupsionit e tjerë me radhë. Dhe me ministrin e arsimit e gjeti një mënyrë për ta futur temën e narkotrafikut, ta fusim në kurrikulat shkollore. Ndaj për ata është prioritet. Në dhjetor të 2025-s, në aktin e autorizimit mbrojtjes kombëtare të qeverisë amerikane, që kaloi dhe në 2 dhomat e Kongresit Amerikan, Ballkani kishte një sektor specifik për herë të parë. Ka qenë gjithmonë pjesë e çështjeve europiane, kësaj radhe kishte një sektor specifik dhe prioritetet aty ishin lufta kundër narkotrafikut, korrupsionit, krimit të organizuar, ndër të tjera, forcimi i shtetit të drejtës dhe standarde demokratike. Por këto ishin prioritete për ta. Dhe ne kemi ne si shoqëri, si qytetar që duam të jetojmë në një vend ndryshe nga ky që është formsuar këto vitet e fundit, ne duhet jemi të lumtur sepse interesat tona dhe interesat e amerikanëve dhe europianëve përputhen. Siç ata për interesat të tyre duan një Shqipëri larg ndikimit të narkotrafikut dhe ne gjithashtu duam një Shqipëri që zhvillohet bazuar tek sektorët prodhues të vendit, ashtu siç do duhet të zhvillohet çdo vend normal. Dhe ne do duhet ta shfrytëzojmë këtë rast. Si e shfrytëzojmë? Këto interesa përputhen. Si e shfrytëzojmë këtë rast? Ne në rast të parë jemi duke e bërë, mendoj unë, me protestat që ndodhin për natë. Kjo është një formë gjithashtu që tregon këtë. Natyrisht kërkesat aty nuk e përmendin specifikisht pjesën e narkotrafikut, po në momentin që presioni rritet së brendshmi në atë pikë dhe më pas bashkohet dhe me presionin që vjen nga jashtë, krijohet kjo sinergjia, kjo qeveri detyrohet të japi dorëheqjen, krijohet një qeveri teknike, këtu jemi futur në shinat e zgjidhjes së këtij problemi. Më pas do duhet edhe organet e drejtësisë, kësaj drejtësisë së re, që në vend që të merreshin me opozitën këto 4 vitet e fundit, 5 vitet e fundit, do duhet ishin marrë me këtë problem madhor, po gjithsesi më mirë vonë se kur. Do duhet edhe ato të përshpejtojnë ose të përshkallëzojnë veprimet e tyre. Mos të presin vetëm kur ndodhin aksione nga partnerët ndërkombëtar. Pra do duhet të jetë diçka shumë planshe që ndodh këtu në mënyrë që
të detyrohet në rast të parë kjo qeveri të largohet, sepse është hapi i parë pa të cilin nuk vinë hapat e tjerë, dhe më pas mund të bëhet një luftë kundër gjithë këtij kriminalizimit të shoqërisë.